Lyejmë vetullat dhe qerpikat së bashku. Kjo është një bojë e cila shërben dhe për lërin e vetullës dhe për lërin e qerpikëve. Unë kam zgjedhur ngjyrën kafe, por ka dhe ngjyrë të zezë. Paketimi vjen me bojën, holluesin, 2 furça të tilla dhe një pak odorashka. Tani unë në një kapak të vogël do të vendos pak bojë dhe do të vendos dhe pak hollues. Sasia duhet të jetë 1:1 dhe i përzej të dyja bashk. Unë do të bëj vetëm një vetull dhe një qerpik që të shikoni diferencën. Dhe tani do ta vendos bojën direkt në vetull. Kam zgjedhur ngjyrën kafe sepse nuk i kam qef vetullat shumë të errta. Dhe me ngjyrën kafe do dalin më natyrale. Lëkura duhet të jetë e pastër, pra nuk duhet të keni asnjë lloj produkti. Tani unë do ta kreh pak dhe do ta pastroj vetullën tek pjesa e lëkurës, duke i dhënë formë. Unë bojën do ta lë në vetull për 10 minuta, tek pjesa e përparme do ta heq më përpara, do ta lë vetëm 5 minuta, që mos të jetë shumë e errët në fillim. Dhe tani do të lyej qerpikët. Do të vendosni nga këto ngjitësat kështu. Një qerpikët unë do t'i lyej me këtë furçën. Dhe do t'i lyej sikur po lyej qerpikët, por me kujdes, pa prekur rrënjën e qerpikëve, sepse mund t'ju futet në sy. Do të bëni shumë kujdes. Tani unë pjesën e përparme të vetullës do ta fshij deri këtu. Tani po ta shikoni këtu, kjo të ngjyros dhe lëkurën. Pra me pak ujë mishelar do të pastroj konturet e vetullës që të mos më ngelin në lëkurë. Kanë kaluar 8 minuta dhe unë do ta heq se mos më bëhet shumë kafe. Ta pastroj komplet. Do pastroj dhe qerpikët. Tani si mund ta shikoni dhe qerpikët dhe vetullën ma ka zbehur shumë në krahasim me ngjyrën natyrale të timen. Dhe kështu do të duken vetullat dhe qerpikët tuaj. Si u thash, ka dhe ngjyrën e zezë dhe boja kushton 7.000 lekë.